Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja tek kemi sërish këtu tek emisioni ynë Fati ynë, ku bëjmë çdo ditë leximin e hartave tuaja personale astrologjike, pra të personalizuara. Në fakt është një ditë me shi sot dhe urojmë që ky shiu të sjellë mbarsinë që ne e themi gjithmonë, por unë këtë pyetje do t'ja drejtoj astrologut që ndodhet me mua në studio si gjithmonë, Jorgo Pulla. Mirëmëngjes Jorgo. Kënaqësi. Dhe respekt për gjithë të shikuesit që na ndjekin. Thonë që shiu është mbarsi. Nga perspektiva juaj? Nga perspektiva ime, shiu është relaks dhe energji pozitive. Po të kuptojmë pak se si shiu bie në këtë periudhë, vjeshta e prapme, që na jep mundësinë neve të kuptojmë, të mendojmë, jo të themi që jo po është shi dhe po do lagemi, gjithmonë do lagemi, por të lagemi aty ku duhet. Dhe jo të kuptojmë ndryshe dhe ndryshe të ikim kundra natyrës. Jo, prandaj ne kemi lindur te natyra dhe natyrës i përket dhe përkasim për gjëra që duam të bëjmë. Të falenderoj Jorgo, unë mendoj që të mos humbasim shumë kohë, por t'i drejtohemi me njerë. Të ndjekim siglën dhe të rikthehemi në studio për të vijuar me telefonatat dhe mesazhet. Ndjekim siglën. Le ta nisim me një mesazh të parë që kemi marrë nga një çift. Të t'jap datat e lindjes, 11/4, 80-a. Atëherë kemi. Është bashkëshorti ky. 11/4, 80-a. 80-a. Ndërsa bashkëshortja është 4/8. Atëherë, ja, një sekond. Orë lindje kemi? Nuk kemi orë lindje. Atëherë, një sekond, të mbaroj me këtë edhe filloj me të hapim. Se do bëjmë këndën e kësaja. Dhe shikojmë. Po. Një sekund, sa të letësojmë disa që në duhen tu. Tani, po. 11/4. Këta e morëm. E morëm. Po. Dhe 4/8. 4 bashkëshortja. Po, kjo është bashkëshortja. 4/8, 80-a. Atëherë, kemi dhe themi. Një sekund të shikojmë. Çifti interesohen nëse do të kenë një fëmijë, si do të jetë si puna, shtëpia, kanë 10 vite së bashku. 80, atëherë. 80, orë s'kemi të kjo 80? Jo, nuk kemi. 4/8, 80. Po. I kemi të dhënat? Po. Në rregull. Ja të vendos tamam tani. Shqipëri. Do t'japim një përgjigje për sa i përket fëmijës, punës dhe familjes. Kemi 4 gusht 80-ta. Po. Luan, kurse në krahun tjetër kemi 11 prill 80-ta. Lindur 11/4, 80. Po. I ke të dyja, duan të dim pra, nëse do të kemë fëmijë dhe si do të jetë si puna dhe shtëpia, duke qenë se jam pa shtëpi. Tani, dy shenja zjarri Dashi dhe Luani. Nëse do ta marrë, do më thonë të mirë që kanë 10 vite, është një diçka që neve e themi gjithmonë, por kjo nuk mund të qëndrojë në disa raste, veçojmë disa raste, ku merremi shumë as gjërave të mëdha që duhet të stabilizojmë gjitha dhe të kemi dhe ide të gjilpëra, mos mungojnë asgjë, pastaj të fillojmë për fëmijë. Në rastin konkret, do thoni juve kanë 10 vite, a thua ti se nuk kanë vajtur te doktorët tek nuk diskutohet. Janë në rregull, thot doktori, kirurgu, apo ku diun, personi i duhur në këtë çështje, po, më ke thënë, janë rregull. Atëherë, periudha për mua si astrolog dhe ana pozitive që ndikon, ku Dashi ka hënë në ujor, është në shenjë ajri. Dhe bashkëshortja që ndikimi ka hënën në dem. Nëse marrim një shenjë toke dhe një shenjë ajri, sepse hëna është familja, është krijesa, është ndryshimi dhe ndikimi. Në raste konkret kemi 2 raste pozitive që në fakt ndikohen. Koha me përshtatshme për shembull, sepse jo gjithmonë është në muajt, çdo muaj të vitit janë të krijuesit, po unë atë që di të them, kur kemi hënën në dem, siç është pikërisht, jemi në rregull. Hënën në bricjap,
të palës tjetër, të bashkëshortit, e atëherë mund bëhet një vizitë në atë periudhë. Kjo është një divit pastaj, sepse të kërkojnë disa të dhëna të tjera, që të japësh një përgjigje të qartë të saktë. Për atë çka shkenca ofron, e astrologjisë, shkenca e mjekësisë është tjetër gjë, futet në atë drejtim. Por unë do t'ju thosha që nuk ka vend për të shqetësuar, por do lodhen edhe pak, por do gjendet zgjidhja. Një vizitë mund të bëhet meqense marrim diçka të mirëqen, flasim, presupozojmë sot, në këtë periudhë, që jemi sot, dhe vendosim datën e sotme që do të kuptojmë diçka. Atëherë kemi 26, data sot, do vonojmë pak, po s'kemi shpejt, 26 e kemi nëntor, 2025. Që të kuptojmë pak astrologji dhe njerëzit na kuptojnë disi, sepse kur jemi në individ është tjetër gjë, por japim sa kemi mundësi në lidhje me të dhanat. Atëherë, çfarë ndodh? Hëna sot është në ujor. Të kaloj nga ujori në Bricap, kërkojnë 2 ditë me 2 ditë e gjysmë. Po ta llogarisim nga ditë e sotme, dhe kur shkon në Bricap dhe 2 ditë akoma. 2-3 ditë. Është koha ideale, si tham në fillim që hëna do të jetë në Bricap. Kurse shenja e demit është nuk ka diçka që të ketë mundësi, por në anën e bashkëshortit për 2 ditë është mirë pastaj që të bëhet një vizitë. Një vizitë tek mjeku. Pra një konsultim nuk do ishte keq në mënyrë të papritur. Jo të menduar ose datën e fikse, por të jetë e papritur. Nga ndonjëherë edhe psikologjia luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë pikë. Se thu 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, çfarë ndodh? Asgjë nuk ndodh. Ka raste që jo 10 vjet, po edhe 15 vjet e bëjnë fëmijë. Kjo nuk mund të mohohet dhe nuk mund të ashtu, sepse shkenca ka përparuar kaq shumë që nuk është asnjë problem fare. Por mirë është që në këtë periudhë, në këtë harë kohor që unë po them, është mirë që këto mbas 2-3 ditëve do ishte mirë, nëse do ta marrim të më qenë se 2 ditë e gjysmë do qëndroj dhe atje, kështu nuk është problem, për këndet që bëjnë planetet, mund të ta shikojnë dhe unë do thosha që është pozitive dhe jo negative. Të falenderoj, Jorko. Do të mirëpresim telefonatën e parë në studio për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo? Na dëgjoni? Alo? Kam përshtypjen që nuk e kemi telefonatën, do ta kemi humbur, kështu që do të kalojmë tek një tjetër mesazh që kemi marrë. Atëherë, përshëndetje, dua të pyes për djalin, është datëlindja 2/7, 90-a. 2/7. Po. 90, po? Ka lindur ditën e diel ora 15. Atë 90. Dua të pyes për një çështje gjyqësore, jeton në Bruksel. Okej. 2/7. 90. Çështje gjyqësore. Kjo do të thotë 2 shtator, 2/9. 9. Po. Është ato, po. 2/9. 2 shtator, 90. Ora 15:00. Ka një çështje gjyqësore dhe jeton në Bruksel. Po. 2 shtator, 90. Po. Çfarë do t'i themi? Virgjëresh, hëna në ujor, Merkuri në Virgjë. Nuk diskutohet sepse ka edhe diçka shumë të mirë kjo datëlindje, sepse ka zgjidhje. Dhe kjo, jo këtë periudhë, që jemi tani, domethënë të fundi muajit, 3 dhjetor, 24, një ditë para Krishtlindjeve, është një mundësi shumë e mirë që në lidhje me personin e ligjit të ketë zgjidhje. Dhe ka zgjidhje, është momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë nga tani e tutje. Sepse nuk ka qenë direkt problemi në këtë çështje ligjore, ka qenë diçka tjetër që ka ndodhur, por jo për fajt të personit, kësaj datëlindje. Dhe kjo zgjidhet pikërisht tani, dhe është koha deri më datën 24 dhjetor, ku mund të bëjë një përçapje, sepse është mundësia dhe koha e dur për zgjidhur çfarë problematike. Edhe pse gjëra kanë ndodhur ose keni pasur probleme më përpara, shumë gjëra kanë ndodhur në mbrapa skena që janë bërë ose disa gjëra të tjera që kanë ndodhur, por gjithsesi është periudha e zgjidhjes së problematikës dhe egzimit tuaj shpirtëror dhe familjar.
Të falenderoj, Jorgo. Do të kalojmë tek një tjetër mesazh që kemi marrë. 7 korrik, Po, 80 ndjes, po, ora 5 e mëngjesit. po. Dëshiron të di një parashikim të përgjithshëm. Atëherë, me kjo se lindu ditë hënë, gafore hëna në dem, Mërkuri në gafore. Në lidhje me anën ekonomike financiare, duket se tani është një moment mjaft i mirë dhe surprizues, sepse me planet që pasa kjo datëlindje, duket se ka për të arritur qëllimit, se pas ka vujtur shumë, ka bërë shumë gjëra dhe s'ka marrë atë që do. Vjen një moment tani, është momenti më i mirë i mundshëm, sepse 2026 fillon me pluse dhe jo minuse. Po të marrim për shembull vitet problematike të vitit 1923-shit dhe 24 ka qenë një problematik në lidhje me punën ose me të drejtën e tij, por vjen një moment tani që ky problem zgjidhet në përmendje personit të tretë dhe kjo do të thotë që viti fillon me ndikime pozitive dhe mundësi të arta. Mirë është që në çështjet e punës dhe të ekonomisë, mirë është të mbylli këto çështje që ka, mos bëjnë gjëra të reja pa u futur viti, se është diçka shumë pozitive që humbi që ka pasur në 3 vite të shkuara do ta fitojnë në 2026 tani sapo. Unë thosha, është futur 2026, po nejse. Për arsye të çështjeve që ndodhin në këndet planetare, që na jep mundësi dhe na jep një shije që neve të kuptojmë çfarë është 2026. Të falenderoj, Jorgo. Mirë, presim një telefonat në studio. Alo, mirë mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Dushi. Kam një problem. Ne nuk arrim të dëgjojmë fare zërin e zonjës. Nuk e di nëse duhet ngritur pak volumja, apo? Ja, mund të më dhe flasë. Unë po të marrë vetëm. Po. Po të marrë për shëndetin tim. Që duat kjo vizit që dhe bëj. Ka përmirësim për mua, apo dhe të ketë, që mos i hy. Në rregull, Jorgo, ti duhet të përgjigjesh për këtë? Po, dakor. Në rregull. Mund ta japësh datën, të lutem? Jo, pse duhet marrim datën. Okej. Datën, po. Po. Më thuaj. Data 22. Po. I 5. I 5. 26. 26. 22 maj atëherë, 26. Në rregull e dashur. 26. Po, 26-ta. Ndiqni parashikimin tuaj. Atëherë, në lidhje me shëndetin, me qenë se ka lindur ditë të mërkure, binjakët ndikohen në fakt, por kjo nuk do thotë sepse bëjnë shumë gjëra duke lënë në fund shëndetin dhe gjërat e tjera, por do ishte mirë që kjo periudhë akoma që jemi në fund të... Me sa duket tha që kam për të bërë një vizitë, nëse kjo vizita do sjell një përmirësim, apo të mos... Po këtë pra, kuptova, po ne po them për shëndetin. Në rregull. Dhe në lidhje me këtë, me qenë se është binjakët, dhe binjakët gjithmonë lënë në fund shëndetin, bëjnë gjithë shka. Dhe unë them në anën tjetër që duhet parë gjithmonë nëse jemi të shëndetshëm vetë ne, dhe duam që të shikojmë çfarë duam në jetën tonë, duam që të kemi jetë gjatësi në kohë në lidhje me shëndetin e familjes, apo duam punojmë edhe në shumë gjëra tjera. Puna asnjëherë nuk ikën, është ujit që asnjëherë nuk pushon. Por në raste konkret, gjërat që ndodhin dhe diktojnë në anën, është një periudhë shumë e mirë, kemi edhe këtë ditë që na ka ngelur nga muaji nëntor, është një vizitë që mund të bëhet, pse jo, mund të gjejë zgjidhje dhe një konsultim me mjekun personal, atë që kanë për të bërë, është diçka shumë pozitive. Madje është edhe periudha, koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë në lidhje me shëndetin, sepse kjo periudhë na ndihmon shumë muaj nëntor. Është koha më e mirë, unë them të madhe, të bëjnë vizita, është koha më e mirë tani dhe në muajin mars, ku fillon dhe ndikimi i hollimit të gjakut, por ka të bëjë shumë kur del mbasi ekuinoksit, që fillon ekuinoksi, pastaj pranveror dhe gjërat që do ndikojnë, atëherë është koha më e mirë dhe na jep mundësi në shëndet, na jep mundësi çfarë duam të bëjmë, që të jemi të shëndetshëm. Dhe kjo është periudha më e mirë mundshme tani, jo në dhjetor, pastaj edhe në tutje që kemi sa punë tani, s'kemi kohë për vetë, por shëndeti është e para, pastaj vijnë gjërat e tjera. Duhet pasur kujdes dhe shumë madje.
Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë, në fakt, kënaqësia është kur teleshikuesit dhe shkruesit që na shkruajnë mesazhet në rrjetet tona sociale na ndjekin live. Dhe në fakt, çifti i parë që të dhash datat, pyet, duke qenë se janë dhe në punë dhe s'kan mundur ta ndjekin dot plotësisht, nëse i dham të dhëna për pjesën e shtëpisë dhe për punën. I tham gjë për shtëpinë? Nëse do kenë mundësi pra për të blerë një shtëpi të tyre ose se jam pa shtëpi për momentin? 11. Dhe për punën, se di që i folën për fëmijën, por edhe mua tani s'po më kujtohet shumë qartë. Atëherë, çfarë ndodh në këtë drejtim? Për shtëpinë edhe për... Në lidhje me shtëpinë, do marri pak kohë, sepse është shpejt akoma, dhe duhet parë në lidhje me çështjet, në lidhje me punë, në lidhje me karrierë. Në fakt, bashkëshorti ka bazën, domethënë gjëra që do të bëjnë, dhe është e mundur në maj me një bisedë që do bëhet bisedë personë të rëndësishëm që do keni ndihmës në këtë drejtim dhe është e mundur muaj maj 2024 është tutje ku janë koha është koha më e përshtatshme dhe më e mira e mundshme që ndonjëherë. Kurse për anë të tjerë nuk ka probleme ekonomike që këto gjëra sepse janë drejt rregullimit jo problematikës. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë do të mirëpresim një telefonat e bëjmë me të kështu e bëjmë. Mirëpresim telefonatën, më pas do kalojmë atje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Lezhë. Kënaqësi. Duhet di për vajzat. Patjetër. 21 prill. 21 prill, po. 1990. Po. Edhe 13 korrekt. 1994. 13 korrekt. Po, 1994. Po. I kemi datat, ndërkohë për çfarë interesoheni ju lutem? Fatin përgjithësi. Fatin në përgjithësi. Pra një parashikim të përgjithshëm në lidhje me punën, dashurinë, të gjitha këto? Në rregull. Atëherë. Ndiqni parashikimin tuaj. Kemi dhe themi. Në lidhje me 21 prill 90-a. Po. Dhe 13 korrik 94. Marrim të parën. 21 prill 90-a. Po. E këte i ka ndarë në fakt, data 21 prill 90-ës, është kopje babai, ka marrë inatin e babait dhe zemërgjithësinë e mamas. Kurse, pastaj do them pse. Data 13 korrik 94-ës është nga mamaja, por rregullat i merr nga babai. Rregullat. Dhe është pak si tip Che Guevara, do thoshon, inaqesh, domethënë atë që bën. Kjo data 13 korrik, se është ideiste, ka do detajet, atë që kanë ide të në vetvete dhe detajiste në anën tjetër do shumë gjëra që të bëjnë. Do vuani çik prindit sepse kanë atë të drejtën në fakt, por nëse do flasim në lidhje me shanset, kjo datës 13 korrik ndalojmë tut tek e dyta njerë, pas e të flasmet e para. Data 13 korrik është shumë vështirë në gjëra që bën, por është shumë mirë, nuk ka rikthim pas, për shembull, di çfarë do, vonohet ajo që do të bëhet në fushën ekonomike financiare, në lidhje me gjërat që ka pasur, por në vazhdimsi duket se është mjaft pozitive dhe tepër korekte nga ato çka do të bëjnë. Meqense në lidhje me ekonomike, në çështjet ekonomike, në lidhje me vendime që merren, lidhje me është pak dorë shtrënguar, jo do lëshuar, jo se ka ca gjëra tjera kur do të bëjnë diçka, do ta bëj. Dhe është vazhdimësia mjaft e mirë dhe e mbar, nuk ka vend për të shqetësuar. Por data 21 prill 90-ës, që do të thotë Elindo Diçtune, dhe ka një ndikim shumë të madh, sepse i përket shenjës së demit, dhe kjo do të thotë që është mundësia dhe koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme. Demi është kokë fort nga struktura, prandaj merr nga babi. Po në anën tjetër, ka një ndikim, do thuash sepse babai është kokë fort. Jo, është kokë fort në të që do dhe mirë bën, në fakt, në disa gjëra sepse di shumë mirë ku ndodhin gjërat dhe koha e duhur, sepse të japësh mësimin e duhur në vogli, do gëzosh në rini dhe kur rritesh, dhe këtë e kanë në geni, domethënë do të thosha unë përgjithësi. Por këtu nuk është diçka shqetësuese sepse
ka një ndikim dhe një ndryshim mes asaj që është realizueshme, mes asaj që bëhet në fushën e ekonomisë. Duhet të ketë kujdes kjo datëlindje, datës 21 prill i 90-s, sepse në lidhje me një çështje pune bëhet fjalë bjek bisede për të ndryshuar. Unë do të thosha mos ta ndryshoj akoma, se nuk është koha e duhur. Mund ta ndryshoj në 2026. Çfarë ti doje bardhë dhe zemër saj, po tani për tani nuk është kohë e duhur, sepse do t'i duhet të bëjnë ca ndryshime të mëdha. Po ndryshime le t'i bëjnë nga janari e tutje, kurse kjo e dyta nuk i vëre shumë gjërave, do ta ndryshon. Nuk ka shanse që ti thuash jo Gafores, gjen Belan. Kështu që më mirë shikoje pak me mënyrën tënde që ke, domethënë se babai ka një mënyrë, një mundësi se si komunikon në anën shoqërore shumë, dhe kjo i bën që tërheqëse, i bën gjërat që po, kështu duhet bërë dhe kështu, nuk është i kufizuar. Dhe kjo është baza e një prindi, nuk e kufizon dash vajzën, dash djalin, e di shumë mirë sepse kjo është keq. Ti do ta provosh, po nuk është ajo që do të kupton. Dhe tjetri tërhiqet sepse e kupton shumë mirë, se e ka provuar dhe e di shumë mirë në gjërat e tjera, por gjithsesi është një periudhë indikim shumë pozitiv, madje shumë shpejt do kenë gëzim në familjen e tyre. Të falenderoj, Jorgo. Mirë presim një telefonat në studio. Alo, mirë mëngjes. Alo, na dëgjoni? Alo? Përshëndetje. Respekte. Urza jo përshëndet gjithmonë. Të përshëndesim edhe ne me shumë kënaqësi. Po, flitni për gaforët, flitni për agrepat. Po të të bëmë ne, shiu thot shumë i bukur, po shiu nga mbyti mërë. Do i një, se keni mera. Shala i fund jave bukur. Gjithashtu edhe për ju. Keni ndonjë gjë për të pyetur sot, apo na morët thjesht për të na përshëndetur? Do ta knaqësoj se e kam edhe shef se spi do të kafen pa fol me ju. Patjetër, na thuaj. Kënaqësi e madhe. Tashi, me 2 shtator të 9 vjetës është martu Gafore me agrep. Po? I ka falë zoti 2 fëmijë. Po? Një pinjak dhe një bricjap. Po. Tashi, ma nuk kanë bëha, a kanë mundësi të bëjnë asi, do të heci koha. Edhe njëherë? Atëherë, kemi një çift që janë martuar me 2 shtator të 90-s, Gafore me akrep, kanë bërë 2 fëmijë, binjak dhe bricjap. A do bëjnë fëmijë të tjerë? Jo binjak. Jo, shenja binjak, dhe shenja akrep. Binjak, tjetri bricjap. Bricjap. Njëri është 90-a, 91-shi, 8 qershor 91-shi, tjetri 18 janar 93-shi. 18 janar 93. Po na kanë lënë vetëm, që të bëjmë ma fëmija, si të të heci koha, të të kohëm nga java tjetër me ta. Po pritje të rritën këta njerë, të rritën këto njerë. Do të nga smoj jo rritën pak se pëll me leznet dhe shumë amën. Në rregull. Falenderojmë pa mas. Ndiqni parashikimin tuaj dhe t'ju bëj mirë kafja. Jorgo. Pa. Atëherë. Të t'jap dhe njërë datat e lidhjes, 8 qershor 91. Atëherë, ja, shikoj kam për gabimun. 8 qershor 91. 91. 18, po, merë kohën tënde. Prit, po. Të vendosim një këto. 8 qershor 91. Se kjo është një kënaqësim vete, ku tjetër të ndjek dhe dëshiron përsëri të po. Atëherë. Datin e dytë? 18 janar 93. 18 janar 93. Po. 93. Kanë 2 fëmijë, thana, po? Janë martuar në 2 shtator të... Jo, nuk janë martuar... Si rregull nuk i bie të jenë martuar, se nëse janë 8 qershor 91, 90 ai... Jo, kanë 2 fëmijë, thana. Po. Një binjak dhe një bricjap. Atëherë, fokusohemi tek datat, po pra. 90 dhe 93 të viteve dhe kanë 2 fëmijë binjak dhe bricjap. Se kjo 2 shtator 90-as më lidhet, se i ka shumë pak diferencë. Okej, atëherë, kemi 8 qershor? 91. 91-shi. Datëlindja e dytë është 18 janar 93-shi. Po, 18 janar 93. Se nëse kanë lindur në 91-shin,
Dhe janë martuar në 9 vjetën? Jo, marrim këto datëlindjet. Do kemi kish kuptuar diçka. Kuptimi i kësaj ishte që a do bëjmë fëmijë tjetër. Po. Sepse Këto 2 datëlindjet? Po. A do bëjnë një fëmijë tjetër? Nuk diskutohet, në fakt, një familje kompletuar do të thosha. Kanë djalë e vajzë, apo? Nuk e tha. Atëherë, kemi 2 fëmijë. Dim që është një binjak, tjetër bricjap. Atëherë, bricjapi do jetë çik më i dashur në kuptimin e gjyshit, gjyshes, jërës që kanë bëjnë e tjerët kësaj natyre. Kurse, binjakët kanë rendin mas të ardhmes çik më shpejt. Në çështjet po janë 2 të ndryshëm, fëmijët. Tani, këto datëlindje, a do arrin të lindë një fëmijë të tretë? Jo mbi të për të parë, se mundësit janë të mëdha. Por nga ndonjëherë, kur kemi një rregull që duhet të arrijmë aty ku neve mendojmë dhe pretendojmë, dhe shikë Zotit shtëpia është plot, do thosha që është e mundur, por nuk më them 100% me firmë me vull për këtë, sepse kanë dhe gjëra të tjera që arrin, por megjithatë, koha ka treguar që kur zemërgjërsia që kanë me njëri tjetrin dhe dashuria e pastër e çiltër, pse jo, mund të ndodhë diçka tjetër, po jo tani për tani. Të falenderoj, Jorgo. Kënaqësi. Mirë presim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Shumë kënaqësi e dashur. Doja të pyes për djalin. Patjetër. E kanë të datëlindjes 2 vjetor. 2 vjetor. Më tepër për çështjen e dokumentave, se është pa dokumenta. Edhe për shëndetin. Na ndihmo me vitin të lutem, 2 vjetor. Të cilit vit? Të 73-shit. 73. Po, Në çfarë shteti është? në Gjermani. Gjermani. 73, okay. Jorgo zakonisht pyet sa kohë ka që ka shkuar? Ka shkuar ka 10 vjet, por nuk është bërë me dokumenta, se ka nikur si të gjithë kështu. Në rregull, pa merak. Ndiqni parashikimin tuaj. Po. Atëherë, 2 dhjetor 73 në Gjermani për 10 vitesh, çfarë do të na thuash për dokumentacion? Atëherë, lindur di diele, atë që mund të them dhe të themet madhe, është kjo që mund të kishim marrë dokumentat këtu e 5 vite, në fakt, por nga ndonjëherë disa gjëra vonojnë që të rregullohen, por do të thosha vetëm nëpërmjet ligjit, personit të ligjit mund të ndikohet kjo dhe është e mundur, sepse 2026 është viti i ndryshimeve të mëdha që do ndodhin, që kemi thënë themet madhe, në lidhje me çështjet që lidhen me punën, lidhen me dokumentacione, lidhen me gjëra të tjera, me ndryshime nga qytet tjetër, i ka të gjitha mundësi, sepse shqiptarët nga vetë struktura e tyre, edhe diçi të dytë, është shumë e mundur që gjërat të realizohen, të stabilizohen aty ku ata dëshirojnë dhe duan. Momentet janë mjaft pozitive dhe pse jo. Kur është koha që të aplikoj ose të bisedoj me personin e ligjit, atëherë kemi mbas datës 2, mbas datës së lindjes, i bie data 5 deri më datën 4 janar të 2026, ku është një harë kohor mjaft e mirë për të rregulluar, stabilizuar në lidhje me dokumentacionet. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Unë i këtasë të Tirana. Shumë kënaqësi. Për shëndetin e nusës. Po. 27, Po. 11, 66. 27, 11, 66. Po. Jorgo, ke për t'i bërë ndonjë pyetje? Një pyetje tjetër? Kjo është fusha juaj edhe. Përveç kësaj pyetje një diçka tjetër? Mund të na dëgjoni nga telefoni, ju lutem? Atëherë, për t'ju asqaruar, Jorgo në fakt e ka pak me merak të pjesën e mjekësisë dhe të shëndetit dhe thot diçka tjetër përveç kësaj që mund t'ju bëj një parashikim? Tash para 14 vjetësh është bëha perim në Gjoksi dhe Çfarë viti? Çfarë viti ishte? 66. Dikti parashikimin nëpërmjet ekranit. një. Falenderoj. Atëre. Gjithë të mirat. 27, 11, 66. 66. Para 14 vite është bërë operacion në Gjoksi dhe tani 14 24 është 21. I bie
kjo periudhë që jemi tani, deri në 7 dhjetor, është një kohë shumë i mirë, lidhje me një vizitë, do ishte mjaft pozitive, një konsultim që do bëhet në këtë harë kohor, është idealja, nuk ka diçka për të shqetësuar nga kjo çfarë them unë, por ajo që është më e rëndësishmja dhe më siguri në atë që ka ndodhur, jeta nuk është ndoshta po sikur, por është kështu dhe kështu, atëherë siguria dhe ndikimi më i madh është në mjekësi. Dhe ata që kanë probleme të tilla, të rastit siç kemi tani, duhet të bëjnë një konsult me personin e duhur, se edhe në mjekësi akoma kemi gjëra që në çdo vend të botës si është kjo, por duhet të shkoj që të rishikoj edhe një herë në detaje gjërat, por si datlindje dhe si shenjë do të thosha unë që është shqiptar, nuk besoj se ka diçka për të shqetësuar, por gjithmonë nën kontrollin e mjekut. Patjetër. Në rregull, Jorgo, mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respekte. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Telefonoj nga Vlora. Shumë kënaqësi. Kënaqësi. Kënaqësia ime. 1/6. Po. Datlindja. 1/6 dhe një herë vitin të lutem? 1/6. Po. 68. 68. Po, datlindja. Po. Dhe dua të di për ecurin, për qetësinë psikologjike, shpirtërore, si mund të më eci këtë muaj, muajin tjetër. Në varësi të Jorgos, çfarë për sa kohë parashikon. Po. Ndiqni parashikimin tuaj, e dashur. Jorgo, e kemi datën të shënuar? 1/6, 68. Po, 68, po. Po. Interesoj? Ecuria, ana emocionale, pra ngarkesa emocionale që mund të ketë, psikologjia, ana psikologjike dhe gjitha këto. Dëshiron të di se si mund të... Atëherë, kemi... Në këtë muaj dhe muajin tjetër. Po, për këtë muaj jemi drejt fundit dhe në fakt, binjakët emocionohen shumë në ligën në çështjet që bëjnë me psikologjinë, sepse kanë binjakët, kanë ndikime si që janë binjakët gaforet, virgjereshat, kanë një ndikim shumë të madh, edhe ujorët gjithashtu e kanë, kur nga ngarkesa emocionale, që një fjalë për shembull i thot XY dëgjoha për tyja, qoftë në punë, qoftë në rol drejtues. Ajo që ta përtypi këtë, e do 3 muaj, ajo të pse? Ajo se çfarë ka ndodhur, që unë nuk jam i sigurt për këtë. Dhe gjithmonë truri punon për atë, që është diçka që është zero në realitet. Unë i thosha, do t'i them kësaj datlindje, nuk ka vend për të shqetësuar fare në këtë aspekt, sepse është momenti, është koha, do zgjidhet një çështje që ka në mendje, dhe kjo po bën gati një vit e gjysmë diçka të tillë, por nuk ka vend për të shqetësuar fare, sepse është momenti dhe koha e zgjidhshme. Tani dhe muaj dhjetor. Muaj dhjetor deri në datën 10 është një harë kohor që mund të shikoj, të shfletoj disa çështje, disa gjëra që duhet zgjidhur pikërisht tani. Dhe ja them me 100%, këtë ja them me firmën dhe me vulur Gopulla, këtë gjë që nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar, sepse çdo gjë mbyllet, çdo gjë arrihet dhe viti që vjen është më i pastër se kristali. Të falenderoj, Jorgo. Ndërkohë lexojmë një mesazh që kemi marrë. Një nën pyet për djalin e saj, 8/4, 2004. Po? Ora e lindjes 20:15 minuta. 20:15 minuta. Po. 8/4, 2004. 20:15 minuta. Një parashikim të përgjithshëm për djalin. Pra, ti cekim nga pak të gjitha këto. Po. Atëherë, ditë e njëjtë lindur, në bazë të orës, shenjës të dashit me ascendentën peshore, ka një ndikim shumë të mirë, madje tepër pozitiv, sepse gjykimi dhe ndryshimet që kanë të bëjnë, po të vëmë re, to shenja gjithmonë dalin me sukses. Këtu kemi shenjës të dashit, që i përket shenjës të dashit, por shikoni se sa ndikim ka dashi, ku ascendentja është në peshore, ku e ka përballë, dashi ka përballë peshoren, peshore ka përballë dashin. Çfarë ndodh në këtë aspekt? Kjo është disa persona në fushën astrologjisë quhen ndryshe, por në anën çështje popullore quhet kanë lindur me këmish. Arsye, kur ka qenë 6 muajshe, nëna, këtë fëmijë ka pasur shumë probleme, por është destinuar për të jetuar. Dhe kjo do të thotë
në këtë drejtim dhe pikësënime që vë kjo datëlindje është ka shumë endime, shumë ndryshime, shumë gjëra të mëdha, edhe pse mund mos t'i arriti gjitha ato që kërkon, për një arsye të vetën të kësaj fëmije, por është momenti mjaft e mirë dhe nuk do ketë probleme në një të ardhme. Në fakt, këto shenja shikojnë shumë largë, dhe piketa shumë largë që të kenë maksimalen dhe të marrin gjën e mesme. Nuk është që të thotë që marrë gjithë shka dhe mirupafshim, shikon që të ketë ardhmen sot. Dhe kjo është siguria, dhe siguria bëhet me punë, dhe gjëra që ka të bëjnë. Dhe kjo datëlindje po e ka mundësin në mënyrë me mendjen dhe me trurin për gjëra që do të bëjë dhe veprime, sepse këto datëlindje kanë shumë ndikime dhe shumë çështje pozicionimi të planeteve ku u jep mundësin dhe ndryshimet që kanë bëjnë. Është momenti i dur dhe kohë e dur, sidomos do shikojnë diçka të madhe kjo familje me këtë fëmijë në muajin mars, maj, shtator të 2026, në fakt rrallë qëllon nga ndonjëherë në raste të tilla, ku kemi një aksident edhe një shenjë, ku përputhshmëria është ana më e madhe e që ndonjëherë në çështjet që do të bëj. Mos mërziten pse nxiton ose nevrikoset për disa gjëra që ndodhin. Edhe do ndodhin, por janë kalimtare dhe pozitive për ata. Të falenderoj, Jorgo. Mirëpresim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Mëngjesi. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Nga Tirana. Shumë kënaqësi e dashur. Desha di për çonin. Patjetër. Lidhur me shëndetin, punën, edhe me letrat se jetën në Londër. Patjetër. Datëlindja është 28 qershor 2001. 28? Qershor. Po. 2001. 2001. Oto, 28? 28, po. 2000, po? 2001. Po. Dëshiron të di për fat, për domethënë për çështjen e dokumentacionit? Çfarë vendi është? Në Londër, tha. Londër, okay. Po, edhe për shëndetin dhe punën. Në rregull e dashur. Ndiqni parashikimin. Ora e lindjes? Ka qenë nga ora 6 pas vite. Ditë e njëjtë ka lind? Urdhëra? Ditë e njëjtë? Po. Ora 6, okay. Po. Ndiqni parashikimin nëpërmjet ekranit. Atëherë, puna, shëndeti dhe dokumentacioni. Çfarë ndodh me këtë datëlindje tani? Po. Ditë e njëjtë që ka lindur, datë 28 qershor 2001, ora 18, na tregon gafore me aksidente shqiptar. Po, ky do lëvizi nga një qytet që është, diçka tjetër do realizoj, lidhje me dokumentacione edhe pse bën me vështirësi. Por gafore në asnjëherë nuk rrin pa përfunduar një çështje, qoftë dokumentacion, qoftë në dashuri, qoftë në lidhje me punën. Edhe pse në lidhje me ekonomike nuk është aty ku duhet, por vjen një moment mjaft i mirë, do vinë një kohë për këtë datëlindje që nuk do ke nevojë për këtë. Menaxhimi i mirë i punës dhe i karrierës, sepse karriera do ajo më menaxhuar. Jo se jam diku edhe mirupafshim. Ajo jam diku, po të kuptosh se të shkosh në retrograd ku ndodhin çështjet që fillimi do të pasur kujdes sepse aty ku fillon vete pak në atë pikën 0 që themi, por do të kuptojmë arsyen pse jemi. Nëse kjo datëlindje e kupton se si ka evoluar, si ka nesër gjërat, çfarë ka pasur, sa probleme ka pasur gjatë rrugës dhe mundësit. Është shumë sekret si njeri, nuk tregon shumë gjëra, dhe familja të kërkon më tepër që të di se si, se çfarë. Por në anën e korrektesa e kësaj datëlindje është momenti i duhur për stabilizuar gjërat e tij. Dhe nuk ka vend për të shqetësuar fare sepse di shumë mirë çfarë do dhe ku do të shkojë. Edhe pse gjërat janë me avash, edhe pse gjërat janë të vështira, por jo të paarritshme dhe periudha është shumë pozitive. Biles edhe tani duhet të kishe një dokument të marr, por ose është në pritje të një lajmi shumë të mirë në këtë aspekt. Por të mos ndaloj së kërkuari për gjërat e veta sepse i takojnë edhe mundësit. Por edhe pse disa çështje mes personave që ndodhin atje në lidhje me punën, mirë është sepse bën shumë për të tjerët. Duhet të jetë tani të bëj për vete, jo për të tjerët, boll bëj për të tjerët. Të falenderoj Jorgo, mirëpresim dhe telefonatën e fundit për sot. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me kë flasim dhe nga na telefononi? Po, nga Përmeti. Shumë kënaqësi. Dua të di një lidhje me datën 21 qershor. Po.
71 shi. 71. 1. 21 qershor, 71. Po, edhe me datën 3 gusht 60, Po, 60, në lidhje me shëndetin, me ekonomin, po, në lidhje me shëndetin e ekonomin dhe për një pa drejtësi që ishtë bërë shënjës binjakve të ata 21, i bje. që dëshironi të kjo e fundit të shikojmë çfarë? Do dali kjo drejt? E drejta. Kur thua do të dali e drejta, lidhet me një çështje gjyqësore? Jo, me çështje gjyqësore, me një çështje Në rregull. familjare. Mes personave? Po, mes personave. Personi tret? Po, Ka ndodhur vjet? si vjet. Okej. Dihni parashikimin nëpërmjet ekranit. 21 qershor, 71 Atëherë. dhe 3 gusht 60. Jorgo, do kemi kohë për t'i parë të dyja se jemi drejt fundit. Atë 21 qershor, 71. 71. E di, po ja tani 71. Dhe e tjetra ishte? Shëndeti, data tjetër 3 gusht 60. 3 gusht 60. Atëre. Nëse flasim e marrim nga kjo e fundit, a do dale drejta? Për problematikën, unë them që do marrë edhe pak kohë për të zgjidhur një çështje, një person i tretë është e mundur që të ndikohet, dhe momentet janë pozitive dhe jo negative, por koha është shumë e mirë tani, deri më datën 4, nuk është kohë e shkurtër, por është kohë pozitive për të gjetur zgjidhje në problematikën e kësaj çështje. Deri më datën 14 dhjetor, që është koha maksimumi për ta zgjidhur një çështje. Kurse në anën tjetër që fliteshe për çështje ekonomike dhe për gjërat që si do të ndodhin gjërat, unë do thosha nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar, do marri pak kohë në lidhje me stabilizimet dhe gjërat e tyre që kanë të bëjnë lidhje me shëndetin, nuk mund të thosha diçka shqetësuese përveç se një vizitë është e mundur të ndodhi, por në përgjithësi gjërat janë pozitive. Brenda këtij viti mbyllen çështjet nga më të rëndësishmet, sepse nuk do ngelen për vitin tjetër, do mund të mbyllet brenda këtij viti. Të falenderoj, Jorgo. E mbyllim dhe me këtë parashikim të fundit për sot. Jorgo. Unë uroj një ditë të mbar edhe pse me shi, po e freskët, por na bën mirë sepse është relaks dhe mendime, letër dhe fletore, laps shkruani për të zgjidhur problemin këtu. Gjithashtu dhe nga unë Adelina, një ditë dhe një javë sa më të mbar. Dhe mos harroni, ruani pozitivitetin dhe shpërndani energji pozitive. Gjithë të mirat.